ish faksion që që është bashku Shqipërisë bëhet, domthon ke të paktën 4 ish faksione brenda Partisë Demokratike që janë kthyer parti të reja. Kjo nuk shihet as si forcë të pas se shkojmë tek partitë e reja. Vetëm një gjë, se lista e Partisë Socialiste është një listë që në qendrimin tim ka aty brenda mashtrues patologjik, njerëz me probleme të raportit me realitetin, që flasin sikur këtu po ndodh ndonjë reformim i madh edhe ata, njerëz të cilët janë aty vetëm për shkak se din të kuptojnë ritmin e Edi Ramës dhe din ta ndjekin atë për të qenë servil të tij, dhe pastaj ka një tufe unukësh, gras të frustruara, burrash të frustruar dhe të shtypur, njerëz me probleme dhe me precedent penal të cilët i kamuflojnë dhe i shesin si CV të ndritura dhe të shkëlqyera, dhe njerëz mediokër, siç është ministri i drejtësisë dhe shumë ministra të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e sistemeve të ndryshme, siç është dhe sistemi i drejtësisë, dihet kush janë dhe sot janë atë listë. Unë e mendoj humbje kohe që kjo listë të merret dhe të shqyrtohet, që shikohesh ky është ai. Mendoj që edhe aty kemi, siç është Adil Noka këtu, aty është Adil Spiropali, është Adil Manastirliu, është Adil Manja, Adil Xhafa, nuk është se janë pasqyrimi njëra tjetrës. Dhe në këtë formë nuk mendoj se kanë nevojë për ndonjë shqyrtim të madh. Ajo që mua më shqetëson është që dhe kjo partia Shqipëria bëhet e zotit Lapaj, e cila na foli për politikë të re, për frymë të re, për figura të reja, të marrësh një person si Dashnor Sula, i cili është parë stadiumeve me kobure mbrez, që rrinte arbitra, i cili po ashtu është vetë një fosil i politikës vjetër, dhe thjesht për çështje votash, ta kërkosh ta futesh në parti, unë besoj që nesër po ti duhet ai bën aleancë edhe me Edi Ramën e Sali Berishën, e ta them si që ishte qendrim. Domethënë ka qenë një autogol, votimi dhe ftesa, dhe më pas dhe mënyra se kështu është, kur do të bësh një gjë të keqe do bësh pis, edhe po duash të shpëtosh. Dash Sula sot deklaron që ata janë zgjatimi i Sali Berishës, për shkak se nuk kanë dakord për familjarët që duhet të fusin te lista mbyllur, se ndjenin tim me zoti Sula ka kërkuar që të vej vajzën e tij, në mënyrë që nëse marr mandatin të kemi dhënë garancinë një familjar i timin që do japi dorëheqje, dhe kjo gjë është pranuar nga anëtarët nga kryesia e Lëvizjes Shqipëria bëhet, dhe kjo është arsyeja pse nuk urra një dakordsi, dhe gjithashtu vej re që ku shikoj kështu deklarata që merren nga 45 milion lekë për vendime, regjistrimi prone etj, vallai këto fatura, unë kam punuar dhe me avokat me emër që kanë gati 30 vite eksperiencë avokatie. Ndonjë avokat i cili merr 30 milion lekë ose 45 milion lekë për regjistrimin e një prone, unë ruajt nuk kam parë. Shiko, unë do ta nis nga pika parë që ti përmende në lidhje me zotin Sula, domethënë unë nuk mendoj që deklaratat e zotit Sula janë për të marrë seriozisht se Dash Sula është personazh qesharak. Duke qenë qesharak, s'do të kishte marrë fare në parti. E drejt, jam dakord me ty. Këtu bie dhe madje nëse do ta dish, unë nuk jam pjesë e antarësisë aktive, por kam shumë miq në antarësinë aktive dhe është bërë një debat i madh dhe ka pas pakanësi të mëdha dhe ka qenë një për arsye pse është tërhequr nga ai vendim, si në një orientim time, është pakanësia e madhe që antarësia Shqipëria bëhet ka pasur në lidhje me, si thua, futje në lista të një fosili politik si zoti Sula, një individi që s'ka asgjë për t'i ofruar politikës së re. Thënë kjo, mendoj që ti ke të drejtë ke pika parë që ishte gabim. Ishte gabim dhe çdo parti politike edhe e re bën gabime. Pra parti politike nuk janë të pagabueshme. Unë mendoj që fakti që u bua ai gabim nuk duhet të na çojë në përfundimin logjik se partia Shqipëria bëhet apo nisma Shqipëria bëhet koalicioni, do ishte i gatshëm të bënte koalicion me PD-n apo me PS-n. Kjo nuk ka për të ndodhur dhe arsyet janë të qarta, shton disa herë. Dhe një për arsyeve është qasja që për shembull PD kanë lidhje me drejtësinë, pra po dhe PS-ja së fundmi, pra antidrejtësi, ndërkohë që nisma Shqipëria bëhet është në mbështetje të hapur të SPAK-ut dhe të institucioneve të reja të drejtësisë. Pra unë bie dakord me ty në pikën e parë, por nuk mendoj që është drejt ta çojmë logjikën në ekstremitet dhe të prezumojmë tani që këta janë të gatshëm të bëjnë koalicion me PS-n dhe me PD-n. Një gjë tjetër që do doja të thosha, që ti e përmendë ke pjesa e listave, unë mendoj që partitë e reja, më saktë Shqipëria bëhet dhe nisma thurje kanë vënë mendoj një standard shumë të mirë, të ri, që është ai standardi i listave 100% hapura.
duke ditur që ligji e ka 1/3 do të jenë lista të mbyllura, 2/3 do të jenë lista të hapura, këta kanë vendosur prindrit, të cilët dihen që do dorëhiqen një ditë përpara zgjedhjeve, përpara fillimit të numërimit dhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në legjislaturën e ardhshme, domosdoshmërisht do hynin individët që të marrin më shumë vota nga lista e hapur. Kjo është një kontrast të qartë fare edhe nga dy partitë e vjetra që janë me lista të mbyllura. Po edhe me sa diu nga Partia Socialiste, më thuaj. Të lutem, do të bëj një oponencë, sepse është më e bukur biseda kur ka dhe oponenca. Zoti Qorri ka deklaruar që ne nuk bashkohemi, pavarësisht se ne kanë kërkuar, thot, të jemi në një koalicion, edhe Shqipëria bëhet dhe nisë mathurje. Këta janë, thot, personazhe pa karakter politik, sepse, thot, zoti Shabani ka qenë, thot, tek Aleanca Kuqezi, ka qenë, thot, edhe si aktivist në forca tjera politike, sot del me një forcë të re si Nisma Thurje, e cila është një forcë sot e themeluar nga një personazh i akuzuar për mashtrim dhe për korrupsion siç është Besian Pesha, dhe gjithashtu thot që zoti Lapaj po ashtu ka qenë tek Aleanca Kuqezi si kryetar i rinisë së kësaj lëvizje politike, ka qenë thot tek çadra e Lulzim Bashës, dhe ka lobuar për qenë pjesë e listave të Partisë Demokratike në 2017 dhe 2020, pavarësisht se nuk është pranuar, dhe sot thot dalin me parti të reja. Këta nuk kanë asnjë ndryshim thot ai, nga Agron Shehaj, nga Dash Shehi, nga Lulzim Basha, nga këta të tjerë që në një moment ose nga Ilir Meta janë këtu dhe pastaj krijojnë forca të reja. Dhe thotë që këta po ti duhet prapë do krijojnë një parti tjetër dhe ne për treguar diferencë nga ata, duke qenë se si jemi personazhe thot pa karakter politik, nuk pranojmë të bashkohemi me këta njerëz të cilët kanë ndryshuar parti duke njësoj si mamadhia dhe ujku, ku ujku lyhet me miell dhe del si mamadhi për të ngrënë kecat. Kjo ka qenë alegoria e tij dhe kjo ka qenë qëndrimi i tij. Si përgjigjesh atë deklarate dhe kjo është pyetja ime e fundit për këtë emision dhe për takimin e sotëm. Unë do të thoj zotit Qori, nëse ti sheh historinë politike të Europës, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti ke udhëheqës politik, të cilët e kanë mbyll karrierën politike me një parti, por e kanë nisur me parti të tjera. Për shembull, rasti më i famshëm është Winston Churchill, që ka drejtuar Partinë Konservatore gjatë luftës dhe pas luftës së dytë botërore, por e ka nisur politikën si pjesë e laboristëve, e partisë kundërshtare. Domethënë, nuk mendoj që ka ndonjë virtyt ta kesh shpenzuar gjithë jetën tënde në katedër, edhe të dalësh një ditë dhe thuash tani unë pa parti dhe të thuash që këta të tjerë që kanë qenë në disa parti apo në disa grupime politike të reja, këta janë jo legjitim. Për shembull zoti Shabani dhe zoti Lapaj, që unë nuk kam marrë thotë mbrojtës, ata e mbrojnë vetë, kanë qenë vetëm Aleanca Kuqezi në një orin time dhe në asnjë forcë tjetër politike. Kanë qenë në taksim tek çadra, janë me video se i kanë nxjerrë media Troel. Se dia e ke parë, po ka shkuar aty dhe zoti Lapaj. Çadra nuk është parti, çadra është një event. Dakor, po shprehur që Lul Basha duhet të jetë kryeministri i ardhshëm, qeveria korrupsion. Domethënë i ka bërë pak a shumë një lloj promocioni Lulzim Bashës. Dakor, por këta kanë qenë njerëz të involvuar në është një lloj tani sigur unë për shkak tani unë tani po mbështes Shqipërinë bëhet në 10 vite apo në 5-6 vite ne unë mund të ndryshoj mendim për arsye të ndryshme dhe nuk ka sens që mua të më nxjerrin çfarë un kam thënë në të shkuarën, sepse realiteti politik është dinamik, ndryshon dhe kjo është thjesht politika dhe këta individ që janë angazhuar në politik dhe në periudha të caktuara kanë pasur një angazhim të caktuar. Ajo që unë shoh ke një individ, ke një lider, ke një udhëheqës, është integriteti, është pastërtia, është edukimi dhe është modeli që sjell. Zoti Qori për mua meriton respekt vetëm në një aspekt që është haptas ideologji, do të ka konsistenca dhe konsistenca. Dhe konsistenca e tij meriton vlerësim. Meriton vlerësim. Pra unë mendoj që unë me zotin Qori nuk kam asgjë të përbashkët ideologjikisht, mendoj që zoti Qori është një majt ekstrem. Partia e tij profeson progresizmin radikalist, pra shtetin sociale, shtetin zhvillimor e gjithë broçkullat që në fakt duken ngjajnë bukur, por nuk funksionojnë në asnjë vend po ti thosh në praktik. Sidoqoftë ka konsistencë ideologjike dhe ideore dhe meriton respekt. Thot unë besoj që e majta demokratike, si duam ne ta provizojmë të majtën demokratike, pa ja këtë bindje politike ka dhe e ka të hapur. Dhe kjo është shumë e mirë, është shumë pozitive, mendoj që është e shëndetshme për demokracitë të ketë të gjitha rrymat politike. Po ashtu dhe zoti Sheha mendoj meriton respekt në këtë aspekt, sepse ai del qartë me një model libertarian politik, të bërit politik, pra
beson ke libertarianizmi, ke djatha liberale, ke tregu lir, ke shteti i vogël dhe ka një filozofi të qartë politike. Parti për shkak se Shqipëria bëhet Denis Mathuri nuk e kanë këtë gjë. Unë ja kam rekomanduar ta bëjnë. Zoti Lapa e vet ka dalë kjo opinioni dhe ka thënë ne jemi partia e qendrës së djathtë. Edhe pse nuk ka artikuluar shumë tezat që qendrës së djathtë, po ka dalë ideologjikisht, kjo nuk është se ka marrë shumë kohë televizive. Por që ai që ne shumë ke pashiko, ç'është ashtu në Shqipëri. Flitet për demokratizimin e vendit. Demokratizimi bëhet me listave të hapura. Cilat parti të reja i kanë listat e hapura? Me sa di unë të paktën, është nisma Shqipëria bëhet, është grupimi vetëm nga këto të rejat që i ka listat e hapura, që ka dalë me listat e hapura. Kjo është një gjë për mendimin tim për tu lavdëruar dhe për tu duhet të kitur. Jam dakord.